Kontejnerët e stërmbushur me mbeturina kanë qenë imazhi kryesor i kryeqytetit i javën e fundit. Bërllogu që zuri vend edhe jashtë perimetrit të zonës për hedhjen e tij nxiti reagimin e qytetarëve e po ashtu shpërfaqi papërgjegjësinë e institucioneve për të garantuar ofrimin e këtij shërbimi. Gjendja si kjo e javës së fundit është rezultati i betejës së vazhdueshme mes pushtetit komunal të Prishtinës dhe kompanisë regionale pastrimi për kontrollin e këtij shërbimi. Drejtuesit e Prishtinës insistojnë se ndërmarrja pastrimi nuk ka kapacitete të mjaftueshme për grumbullimin e mbeturinave, ndërsa përfaqësues të kompanisë thonë se ata janë të vetmit që mund të përballojnë këtë shërbim, por se mospagesa e borxhit prej 2.7 milion eurosh nga komuna ka vështirësuar operimin e saj. Mjafton vetëm ky 2.7 milion euro borxh t'i jepën ndërmarrjes, as nuk po dojmë me qenë barre komunës, as nuk po dojmë me qenë barre taksapaguesve të qytetarëve. Nuk jemi të interesuar në gjatë, nuk kemi nevojë, sepse me 2.7 milion euro, sa janë paret tona, sepse ne po i kërkojmë paret të cilën kemi kryer shërbim. Dhe me këto mjete ne i kryjm të gjitha borxhet i qesim zero. Dhe me paga skemi të lashë dhe me shërbim edhe ma hiç. Ne kemi operu me 20 kamiona, planin operative kemi pas me 18, 75 kamiona biznesit. Sherrri mes pushtetit dhe kompanisë ka përshkallëzuar që kur është bërë plotësim ndryshimi i rregullores për menaxhimin e mbeturinave në fund të dhjetorit të vitit të kaluar në asamblenë komunale. Me rregulloren e re që u bë me inicimin e PDK-s dhe me mbështetjen e LVV-s, inkasimi i faturave për banorët e kryeqytetit ju kthye kompanisë pastrimi, e të cilën e aprovoi edhe Ministria e Mjedisit, duke e konsideruar në harmoni me ligjin për mbeturinat. Por me këtë nuk u pajtua pushteti i Prishtinës. Drejtuestë së saj vendosën që rregulloren për menaxhimin e mbeturinave ta dërgojnë në gjykatën kushtetuese me argumentin se ajo si një akt nënligjor bie ndesh edhe me ligjin për konkurrencën, përkatësisht u amohon të drejtën për pjesëmarrje operatorëve të tjerë. Fund të vitit 2024 kemi shpallë një procedurë tenderimi ku Prishtinën e kemi ndarë në 5 zona plus një për zonat rurale dhe do danim që të operonim me 6 kompani, duke e përfshi këtu edhe kompaninë pastrimi, që ti kemi spaku 50 kamion në qarkullim në kryeqytet, që shërbimi pastaj të ofrohet prej orës 3 deri në ora 6:30 mëngjesi, që mos kemi të llovin qytet. Mirë po e tërë kjo është refuzuar nga ndërmarrja pastrimi, është bërë një ankesë në OSHP, procedura e tenderimit ka përfunduar në OSHP, ku kemi edhe zvarritje të këtij procesi, pastaj është iniciuar nga Partia Demokratike e Kosovës, përkatësisht nga Asamblesë Leotrim Rotokoseri, plotësim ndryshimi i kësaj rregullore, e tërë kjo vetëm për ta sjellë një katrahur në kryeqytet. Në fund të dhjetorit 2024, Komuna e Prishtinës njoftoi qytetarët se prej 1 janari 2025 do të detyrohen që tarifën e mbeturinave ta kryejnë në kompaninë pastrimi sipas rregullores së re. Mirë po, 2 muaj më pas komuna u bë pishman për këtë rregullore, për çka njoftuan për pezullimin e saj. Madje më 3 shkurt Rama shpalli gjendje të jashtëzakonshme kur i skadoi kontrata operatorit Alko Impex që për një vit i grumbulloi mbeturinat e qendrës së qytetit. Ai e pati vlerësuar të qelluar shkarkimin e Ilirik Musliut nga drejtori i shërbimeve publike më 2 shkurt të vitit 2024 dhe caktimin e Bekim Brestovcit në vend të tij. Prej kohës kur edhe drejtori i shërbimeve publike Bekim Brestovci është angazhuar, kemi pas një përmirësim të dukshëm në aspektin e menaxhimit të mbeturinave. Edhe tash kjo duket që dikujt i ka pengu, pra kemi pas masane një formim të një koalicioni të PDK-s e VV-s, ku në një seancë në asamblenë në kryeqytet ata edhe kanë votu me hek pika nga rregulloria. Këto veprime të kryetarit i pati kundërshtuar kryeshefi ekzekutiv i pastrimit Petrit Reqica, i cili deklaroi që synimi i Ramës ka qenë manipulimi dhe hapja e rrugëve për dhënie të tenderëve miqve të tij. Sipas Reqicës, e gjithë kjo shfaqje nga komuna për qëllim ka bllokimin e shërbimeve publike dhe krijimin e kaosit në qytet përmes mbeturinave.
Për ta bërë më të qartë për të gjithë qytetarët, po duket se është duke përgatitur e njëjta skemë siç është përdorur në shkurtin e vitit 2024, ku është negociuar kompania private e cila duket se mund të jetë përsëri e njëjta. Përmes këtyre veprimeve të kundërlidhshme, fillimisht u fut në lojë një kompani private. Pastaj u hap një tender i ndarë në 5 lote në vlerë 16.5 milion euro, me kriteret të përgatitura sipas shefit për të favorizuar emrat të dëshiruar. Ky tender përfundoi bllokuar në OSHP, duke dëshmuar manipulimin e procesit, favorizimet e operatorëve të caktuar, si dhe tendencën për ta përjashtuar dhe falimentuar pastrimin. Këtë herë duket qartë që synimi është hapja e një tenderi me negocim, ku dhe ekzistojnë dyshime se fituesi është i paracaktuar, kompania që tradicionalisht ka lidhje me pushtetin komunal. Përderisa vazhdojnë akuzat e kundërakuzat midis kryetarit të Prishtinës e kryeshefit të pastrimit, qytetarët janë në dilemë nëse pagesat duhet i kryejnë te pastrimi apo te komuna. Kompania ka paralajmëruar borxhlinë se do t'i dërgojë te përmbaruesi e komuna është në pritje të interpretimit që çështja e pagesës të qartësohet pas opinionit të kushtetueses. Unë fakturën e zbres prej faqes të komunës. Do në hien faqet të komunës ku faktura e pastrimit, do më e zbresim që ato dhe bësone e marrë paguaj. Nuk e di diçka për tash për ndje që jo është bëhë që ke farë pështjelimi, po që të mujtë e fundit që 2 mujtë si kom paguaj se di jalon. Por për te çështjes së faturimit, qytetarët duan të dinë nëse nuk do të ketë më probleme në grumbullim. E kjo sfidë sipas kryeshefit Petrit Reqica te i kalohet vetëm nëse komuna i shlyen detyrimet e veta. Na kemi thonë, kemi emaila zyrtare për këtë punë. Ne edhe do t'i publikojmë ndoshta nëse është e nevojshme. Në vazhdimsi kemi kërkuar dhe madje hiç më lart se javën e kaluar ndoshta 10 ditë ose 15 ditë kemi dërguar një email ku i kemi njoftuar paguani borxhet sepse po ballafaqohemi me problemin e pagesave në deponi, rrezikojmë në anën deponia. Fatmirësisht e kemi arritur një marrëveshje me deponinë 2 muaj. Kemi arritur edhe një marrëveshje me naftën, po marrëveshje që sasia ka shumë e limituar dhe u harxhu shumë shpejt dhe kemi të lashëm me paga. Ne paga sektorit operativ, punëtorëve që kryjnë punën në terren i kemi ekzekutuar, mirë po pjesën tjetër nuk kemi mri ende me ekzekutuar. Është një pjesë e vogël e pagave që ende ka me të pa u ekzekutuar. Andaj këto probleme, këto janë 3 elementet kyçe që ne operojmë. Reqica thot se problemi i komunës me ta për sa i përket borxhit ka nisur qysh më 2024 e që sipas tij janë dëmtuar me mbi 3.5 milion euro. Por këta akuzë drejtori Bekim Brestovci e ka quajtur të pavërtet, teksa thot se i kanë bërë ftesë kryeshefit të ndërmarrjes pastrimi që të gjejnë zgjidhje edhe gjatë kohës sa janë në kontest gjyqësor. Ne kemi ftuar ndërmarrjen pastrimit që përderisa të jemi në kontekst gjyqësor dhe përderisa mos kemi një vendim nga gjykata kushtetuese apo gjykata supreme që ndërmarrja pastrimit futet në kontratë me Komunën e Prishtinës siç ka qenë deri në fund dhjetori 2024, që ta ketë një pagesë të sigurt mujore siç e ka pas në vitin 2024 dhe të mos futet në këto avantura të cilat e kemi ditë paraprakisht që janë qëllim keq edhe që për qëllim e ka një ditë ta gjejë një justifikim për të mos ofruar shërbim ndaj qytetarëve të shtetit, pikërisht tani kur jemi në një fazë thuajse paraelektorale për zgjedhjet lokale, kështu që kjo krejt është një tendencë politike, por po them me përgjegjësi shumë të plotë që është një papërgjegjësi e tyre, një veprim shumë dashakeqës, mirë po nuk do ketë asnjë efekt sepse ne do i përdorim të gjitha mjetet alternative për të siguruar që kryeshteti ta merr shërbimin ndaj qytetarë dhe të kemi një grumbullim mbeturinave me mundësitë alternative që i kemi gjatë këtyre ditëve, po edhe me mundësitë alternative që do i krijojmë pastaj duke filluar nga java që vjen. Të mërkurën kryetari përparim Rama vendimin e pastrimit që të ndërpres grumbullimin e mbeturinave e quajti sabotazh. Për këtë, ai njoftoi se komuna do të fillojë largimin e mbeturinave, duke i shfrytzuar të gjithë mekanizmat që i kanë në dispozicion. Komuna e Prishtinës po përballet me një sabotim të hapur nga ndërmarrja pastrimi, një kompani publike që në drejtimin aktual është ndërruar në simbol të keqmenaxhimit dhe mungesës së përgjegjësisë. Por këtë qëndrim të Ramës e kritikuan përfaqësues të PDK-s në Prishtinë. Realisht ajo që ka po më gjetë, ajo është një skenimi i situatës. Na sot
jemi dëshmitar krejt që gjendja në mëngjes ka qenë prapë e njëjtë. Kemi pas 2-3 lokacione në qendër, zonën pra urbane, cilat janë pastruar, ndërsa lagje tjera janë full, janë thash deponi urbane për momentin fatkeqësisht, ndërsa ju them se kapacitete nuk ka askush tjetër për me kry këtë shërbim. Është ndërmarrja pastrimi në këtë rast është vetë komuna e Prishtinës që i ka ato kapacitete. Komuna e Prishtinës i ka kamionat, cilët i ka ble, i ka punëtorë, cilët i ka pra në shërbim, edhe cilët duhet me i shfrytzu edhe me e kry. Ndërsa kjo pjesa e sabotimeve, blokadave, këto arsyetimet, kotin ata shmovis jemi buj mund çdo ditë për ndëgjojmë, për fatkeq, po prapë them Prishtina, kryeqyteti nuk ka nevojë për arsyetime. Nuk ka nevojë për komente tilla, cilat me të vërtetë tani më veç i ka dalë edhe boja për fatin e keq. Të jashtëligjshme konsideruan futjen e një operatori tjetër privat edhe përfaqësues tjerë të opozitës. Gëzim Sfeqla, shefi i asamblezëve të VV-s në kryeqytet, thotë se marrja e masave nga ana e komunës është e mirë nëse flitet për shëndetin e qytetarëve, mirë po nuk e kanë të qartë se në çfarë bazash ligjore një kompani tjetër mund të operojë përderisa nuk ka kontratë për këtë shërbim. Në aspektin praktik është shumë mirë që u largu një pjesë aty në mbeturinave. Është mirë që të kthehet sadopak një farë normaliteti, ndërsa në aspektin ligjor nuk e kam qartë se me çfarë kontrate ata operator ekonomik privat që bënin grumbullimin e mbeturinave dhe janë angazhuar në kryeqytet. Me sa di unë nuk ka një kontratë valide në mes të komunës dhe ndonjë operatori privat, e për më tepër kjo është edhe jashtëligjshme për shkak se sipas rregullorës për grumbullimin e mbeturinave, që është në fuqi, vetmja kompani që është përgjegjëse, kompetente për grumbullimin e mbeturinave në kryeqytet është pastrimi. Mirë po, mos të keq kuptuar, është mirë që janë larguar të mbeturina, ndërsa këtë aspektin ligjor mbetet që ta na sqaroj ekzekutivi konkretisht komuna. Përfshirjen e një operatori tjetër për kryerjen e shërbimit për grumbullimin e mbeturinave e sheh të drejtë drejtori Brestovci. Ai akuzon pastrimin se nuk ka pranuar që të përtri kontratën me komunën për kryerjen e këtij shërbimi. Kundër faktit që ne kemi ftuar 2 herë, ndërmarrja pastrimit thirret në një plotësim ndryshim të rregullorës për menaxhimin e mbeturinave të votuar në asamblenë komunale, e cila ndërmarrjen pastrimi e bën si të vetmën përgjegjëse për grumbullimin e mbeturinave, mirë po ne themi që ne jemi organe shtetërore dhe në asnjë formë nuk duhet lejohet që një akt nënligjor të vijë në kundërshtim me ligjet. Për atë dhe ju kemi adresuar gjykatës kushtetuese dhe ne nuk do bim penge kurrfarë ndryshimi të rregullorës për menaxhimin e mbeturinave në mënyrë që të cenohet shëndeti publik. Do thotë ne do i bëjmë të gjitha veprimet tona konform mundësive ligjore që i kemi, asnjëherë duke e shkelur ligjin, mirë po prapë po them nuk mund ta respektojmë një plotësim ndryshim të një rregulloreje e cila është në kundërshtim me ligjin. Në kompanin pastrimi paralajmëruan që do të ndjekin çdo rrugë ligjore në qoftë se komuna tenton të angazhojë një operator tjetër për menaxhimin e mbeturinave.